Në strategjinë për zhvillimin e arsimit të lartë në Kosovë gjatë periudhës 2005-2015 deklarohet vizioni Republika e Kosovës, shoqëri demokratike e integruar në hapësirën evropiane të arsimit të lartë. Kutia dhe kërkimi shkencor janë në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm, kulturor, shoqëror dhe ekonomik. Programi për realizimin e këtij vizioni ka filluar të realizohet në vitin 2005 dhe mbështetet në parimet e paanësisë, demokratizimit, barazisë, shumëllojshmërisë, zhvillimit, cilësisë, efektshmërisë dhe eficiencës, lirisë akademike e institucionale dhe përgjegjësisë publike. Ne kemi strategjinë e arsimit të lartë, e cila është miratuar në vitin 2005, e cila është një strategji që do duhet të implementohej nga 2005 deri në 2015. Problemi ka qenë që kjo strategji nuk është implementuar asnjëherë. Pas emërimit tim në këtë post, unë kam formuar një grup punës i cili është marrë me një analizë të detajshme se cilat nga hapa janë implementuar dhe cilat nuk janë implementuar. Dhe kem bërë një plan veprimi ose një plan aksional dhe kem filluar që thjesht në mënyrë shumë shpejt, rapide ta implementojnë. Në kuadër të përkushtimit të gjithëmbashëm të shoqërisë kosovare dhe shtetit kosovar për integrim në Bashkinë Evropiane, edhe në kuadër të arsimit të lartë synohet që arsimi i lartë jetë pjesë e hapësirës evropiane të kërkimit shkencor dhe hapësirës evropiane të arsimit të lartë. Kjo do të thotë që të kemi vlera të krahasueshme dhe të mundsohet një lëvizje qoftë në nivelin akademik, qoftë të studentëve, por qoftë edhe tek ata që kërkojnë punë dhe që kembejnë shkallësitë e tyre në kuadër të kësaj hapësire. Që nga ardhimi i strategjisë së arsimit të lartë në vitin 2004, zbatimi i saj ka kaluar nëpër një periudhë të ngjecjes, sidomos në objektivin strategjik të sigurimit të cilësisë. Gjatë vitit 2008 dhe pjesës së parë të vitit 2009 është shënuar një periudhë e aktiviteteve të intensifikuara dhe faze suksesshme e implementimit të kësaj strategjie. Në kuadër të kësaj strategjie dhe përkushtimit për integrim, janë përcaktuar objektivat strategjik të cilët duhet të përmbushen për të arritur një krahasueshmëri dhe në rand të parë për të bërë një evropianizim ose internacionalizim të arsimit të lartë të Republikës së Kosovës. Disa nga objektivat kyç janë ata që të përmirësohet legjislacioni, gjithsesi të adaptohet këtij përkushtimi dhe edhe legjislacioni të jetë i krahasueshëm me atë të vendeve të tjera. Pastaj është shumë e rëndësishme që të krijohen mekanizma me anë të cilëve sigurohet një autonomi e zgjeruar e menaxhimit dhe financimit të arsimit të lartë, si dhe të sigurohet një mekanizëm efikas për sigurimin e cilësisë, që është një ndër parakushtet kryesore që arsimi i lartë i Kosovës të jetë i krahasueshëm me atë të vendeve të Bashkimit Evropian. Në kuadër të realizimit të këtyre objektivave strategjik, viteve të fundit janë bërë hapa shumë të mëdhej. Nëse flitet për legjislacionin, atëherë ne tani më kemi një bazë të mirë ligjore e cila siguron që dokumentat që dalin nga procesi i Bolonjës, pastaj edhe nga dokumentat e Lisbonës që janë rreth njohjes se diplomave dhe gradave universitare në vendet e ndryshme, gjithsesi krahasueshmëria e tyre, tani më janë nxjerrur, ndërsa aktualisht është në proces për rishikimi i tërë ligjit mbi arsimin e lartë. Kjo për dy arsye kryesore. Një ndër to është se kemi një realitet të ri në Kosovë pas pavarësisë, ndërsa arsyeja tjetër është se prej se është hartuar dhe miratuar ligji aktual mbi arsimin e lartë, ka edhe ngjarje të tjera shumë të rëndësishme dhe dokumente të cilat janë nxjerrë në kuadër të Bashkisë Evropiane, po ashtu edhe në kuadër të procesit të Bolonjës. Ligji për arsimin e lartë në ne bën përpjekje që ta jep një përshkrim të saktë të institucioneve të cilat i ka Kosova, do thotë ti rregullojnë rrafshin ligjor dhe ti mbroj këto institucione. Së dyti, ne jemi shumë të interesuar që arsimi i lartë të jetë divers, i shumëllojshëm. Për nga profili, nga 1 tetor i këtij vitit, jemi vendi i parë në Ballkan që ka institucione të arsimit të lartë që janë universitete dhe që japin gradën e bachelorit, të masterit dhe të doktoraturës.
Ka kolegje që japin bashkë gradën e bachellorit dhe të masterit, kolegje private dhe institutet e tjera. Në kuadër të angazhimit për përmirësim të legjislacionit në funksion të avancimit të menaxhimit dhe koordinimit në arsimin e lartë, janë hartuar dispozitat e nevojshme dhe ligjore dhe janë lëshuar vendime përkatëse. MASHT është angazhuar dhe ka investuar në procese drejt integrimit në proceset zhvillimore evropiane, duke bërë përparime të ndjeshme në reformimin e qeverisjes administrative, administrimin universitar, si dhe zhvillimin e plan programeve në mënyrë që studimet të bëhen në harmoni me nevojat e tregut të punës. Qëllimi jonë kryesor është që të kemi një sistem të arsimit të lartë i cili shërben zhvillimit ekonomik të vendit dhe ky zhvillim ekonomik i vendit varet shumë nga ajo se sa profesionist ofron sistemi i arsimit të lartë. Gjitha profesionet ose profesionet më vendimtare që ushtrohen në Republikën e Kosovës, siç është rasti edhe me vende të tjera, dalin nga arsimi i lartë. Inxhinierët, mjekët, mësimdhënësit, psikologët dhe gjitha profesionet e mundshme që i ka një shoqëri, profesionet kyçe, edhe të elitës politike, edhe të elitës profesionale, edhe të elitës ekonomike dhe kulturore të një vendit. Këto profesione realisht janë produkt i studimeve në universitetet tona publike, në kolegjet tona private dhe institutet tona private. Prandaj edhe reformat tona janë ndërmarrë që plan programet ose kurrikullat jenë përputhje me nevojat e tregut të punës, që diplomat të cilat lëshohen në Republikën e Kosovës të pranohen brenda Republikës tonë, mirëpo të jenë barazvleshme dhe të pranueshme brenda Bashkimit Evropian dhe me gjërë në botë, dhe të njëjtën kohë që këto institucione të cilat lëshojnë diploma të gradës së bachelorit, të masterit dhe të doktoraturës, të jenë diploma të cilat reflektojnë cilësi të mirëfillt dhe procesi i cili është vendimtar për përcaktimin e standardeve në fushën e cilësisë dhe ruajtjen e cilësisë dhe kontrollin e cilësisë është procesi i akreditimit. Në kuadër të reformave ne po ashtu jemi të interesuar që në arsimin e lartë të kemi plan programe të cilat i adresohen kërkesave të tregut të punës. Në kuadër të planit të cilin kemi hartuar për këtë vit, parashihet që të formohet një grup punues me përfshirje të gjerë dhe ndërministeriale, kuptohet i përben nga Ministria e Arsimit dhe pastaj nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave, ajo e tregtisë dhe industrisë, nga oda ekonomike, institucionet e arsimit të lartë, organizatat jo qeveritare e kështu me radhë, me fjalë tjera të gjithë palët me interes që të ketë një konsulencë të gjerë për mënyrën se si në të ardhmen do të identifikohen nevojat e tregut të punës dhe për procedurat, gjithsesi mekanizmat që sigurojnë se institucionet e arsimit të lartë ofrojnë programe studimit që janë në përputhje me këto nevoja. Sigurimi i cilësisë është synimi kryesor i strategjisë arsimit të lartë dhe trajtohet si njëra nga shtyllat bazë të procesit të Bolonjës. Të arriturat në këtë segment kanë të bëjnë me harmonizimin e kurrikulave, me objektivat e procesit të Bolonjës, promovimin e mobilitetit të studentëve dhe stafit akademik të Universitetit të Prishtinës, por edhe të jashtëm që të vinë dhe të jenë pjesë e proceseve akademike në Republikën e Kosovës. Është punuar edhe në zhvillimin e instrumenteve për shkallësit, për sigurimin e cilësisë dhe zhvillimin e mekanizmeve për sigurimin e cilësisë. Qëllimi kryesor ka qenë që në ne Universitetit Publik t'ja ofrojmë autonominë e tij jo vetëm akademike, por edhe autonominë e tij administrative, menaxheriale dhe financiare. Universiteti i Prishtinës nga 1 janari vitit 2009 është vijë ndarë buxhetore, sikurse janë edhe komunat në Republikën e Kosovës. Dhe ideja ka qenë që universitetit mos bëhet vetëm një agjenci shpenzuese që merr mjet nga buxheti konsoliduar i Kosovës, po të jetë një agjenci e cila edhe krijon të hyra vetanake, të jetë një agjenci e cila në partneritet me sektorin privat, me ekonominë, me shoqërinë mund të rrisë buxhetin e saj vetanak dhe këtë buxhet ta përdor për përmirësimin e cilësisë. Hapi i dytë ka qenë rritja e pjesëmarrjes së rive në arsimin e lartë, me që Republika Kosovës e ka popullin më të ri në Evropë, mirëpo pjesëmarrja jonë në arsimin e lartë është mjerisht e ulët. Në një vend evropian në 1.000 banor ka 50 student, përdesa Republika Kosovës në 1.000 banor ka vetëm 30 student. Prandaj edhe në vitin 2008 ne kem rrit numrin e studentëve në Universitetin Publik të Prishtinës për 4.000 student, nga 7.000 janë pranuar 11.000.
Dhe si vjetë po ashtu kemi rritë edhe për 4.000 të tjerë, ku janë pranuar 14.000 dhe 15.000 studentë. Ministria e Arsimit ka qenë interesuar dhe ka ndërmarrë hapa konkret në zgjerimin e autonomisë menaxheriale dhe financiare të Universitetit të Prishtinës. Në këtë kuadër, vitin e kaluar, Universiteti i Prishtinës është bërë vijë e veçantë buxhetore dhe ka ingerenca të zgjeruara në menaxhimin e financave të tyre. Kjo me qëllim të rritjes së efikasitetit të punës në kuadër të Universitetit të Prishtinës dhe në përputhje të plot me standardet ndërkombëtare dhe me kuptimin e plot të termit universitet. Të gjitha institucionet e arsimit të lartë në Kosovë janë duke punuar sipas rregullave të procesit të Bolonës dhe tani më edhe plan programet i kanë të përshtatura në kuadër të këtij procesi. Plan programet të Universitetit të Prishtinës janë harmonizuar me institucionet e arsimit të lartë të vendeve të Bashkimit Evropian, të cilat tani më janë anëtare të procesit të Bolonjës. Janë themeluar zyrat për sigurim të cilësisë në të gjitha institucionet e arsimit të lartë, publik dhe privat, dhe kanë patur rol kyç në procesin e vetvlerësimit dhe në përgatitjen e institucioneve për procesin e akreditimit. Gjatë muajit maj dhe qershor të vitit 2008, Këshilli Britanik për Akreditim ka bërë inspektimin e institucioneve private të arsimit të lartë në kuadër të procesit të akreditimit për licencim. Pas përfundimit dhe inspektimit, Këshilli Britanik ka paraqitur raportin, i cili është bërë publik dhe përmban rekomandime të qarta për hapat që duhet të ndërmarrin këto institucione dhe Qeveria e Republikës së Kosovës me qëllim të plotësimit të standardeve të cilësisë. Procesi i akreditimit është organizuar konform standardeve ndërkombëtare, meqense Kosova synon që të jetë pjesë e hapësirës evropiane të arsimit të lartë, ne kemi qenë të vendosur qysh në fillim do të thotë që përmbahemi këtyre standardeve. Procesi ka filluar në tetor të vitit 2008 dhe ka përfunduar për institucionet private, ka përfunduar në korrik të këtij viti, ndërsa në të njëjtën kohë kemi bërë edhe vlerësimin edhe institucional edhe të programeve të Universitetit Publik, Universitetit të Prishtinës. Një pjesë të programeve kemi përfunduar dhe tani do të vazhdojmë me programe të tjera dhe presim që deri në mars të vitit 2010 të përfundohet akreditimi i të gjitha programeve të Universitetit Publik. Në këtë proces kanë marrë pjesë ekspertë ndërkombëtar. Meqense është proces mjaft i ri, Kosova nuk ka një përvojë në sferën e akreditimit, kemi ftuar ekspertët ndërkombëtar që kanë një përvojë në këtë proces, të cilët kanë ndihmuar që ne të kemi rekomandimet adekuate për secilin institucion, në bazë të cilave mandej Këshilli Kombëtar i Cilësisë ka vendosur për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë në Kosovë. Në sektorin privat të arsimit të lartë, jemi vendi i parë i cili në Ballkan e ka rregulluar tregun e dijes, me që akreditimi ka përfshi rreth 31 barc të arsimit të lartë në vitin 2008. Aktualisht nga 31 kemi vetëm 15 barc të arsimit të lartë dhe pas 2 vjet pune të palodhshme të Ministrisë së Arsimit dhe veçanërisht të Agjencionit Kosovës për akreditim dhe të pothuajse 200 ekspertëve që kanë qenë në dispozicion dhe kanë punuar në vlerësimin e programeve të studimit në sektorin privat të arsimit të lartë. Ne jemi vendi i parë në Ballkan i cili ka kolegje, institute të cilat janë të akredituar nga ekspertë me renome ndërkombëtare, janë të licencuar nga Ministria e Arsimit dhe këto diploma pranohen brenda Republikës së Kosovës, pranohen edhe jashtë Republikës së Kosovës dhe procesi i akreditimit edhe në rrafshin regional edhe në rrafshin evropian ka shërbyer si një masë e mirë e matës së progresit në fushën e arsimit të lartë, ku edhe presidenti i Asociacionit të Universiteteve Evropiane e ka përmend vazhdimisht Kosovën si shembull të mirë në fushën e ruajtjes së cilësisë dhe në fushën e implementimit të standardeve evropiane. Me kërkesën e Ministrit të Arsimit, akreditimi i Universitetit të Prishtinës ka filluar me 1 tetor të vitit të kaluar, që nga atëherë Universiteti Publik është në proces të akreditimit institucional dhe atij të programeve akademike, proces ky i bartur nga Agjencia e Kosovës për akreditim. Universiteti i Prishtinës është akredituar, janë akredituar edhe 4 fakultete me programe veç e veç. Ka pas disa programe si psikologjia, farmacia, etnologjia,
të cilat mirërisht në universitetin publik kanë dështuar në proces të akreditimit. Me po në mbesmi që këto programet jenë shumë të gatshme që vitin e ardhshëm ta kalojnë testin e akreditimit. Tani mbetet një sfidë e madhe inspektimi i institucioneve, meqense institucionet kanë marrë vendimet për akreditim dhe kanë marrë rekomandimet që duhet t'i përmbushin ndërkohë, duhet Ministria në këtë aspekt të jetë shumë e vëmendshme, të themeloj komisionet të cilat kohë pas kohë do të bëjnë inspektimin, për shkak se institucionet janë akredituar për gjendjen momentale, do të thotë për atë nivel të cilësisë që kanë momentalisht. Dhe ne duhet të vazhdimisht të monitorojmë se a mbahen ato kritere, a vazhdojnë të mbahen, apo do të ketë lëvizje prej atyre kritereve. Por unë besoj se është edhe vetë interesi i institucioneve që të vazhdojnë të përmbushin kriteret e cilësisë, për shkak se cilësia nuk është detyrim, cilësia është përgjegjësi. Do të thotë institucionet duhet të kenë përgjegjësi ndaj palëve të interesit, ndaj studentëve, ndaj punëdhënësve, që vazhdimisht të ngrisin cilësinë në institucionet e tyre. Vlerësimi i brendshëm dhe jashtëm i institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e Kosovës është zhvilluar në përputhje të plotë me standardet dhe udhëzimet për sigurinë e cilësisë në hapësirën evropiane të arsimit të lartë. Edhe udhëzimet administrative për kriteret dhe procedurat e akreditimit të institucioneve të arsimit të lartë dhe ai për kriteret janë procedurat e akreditimit të institucioneve të arsimit të lartë profesional në përputhje me standardet evropiane. We really need to see in Kosovo accreditation of universities which meets European Union norms. There has been in the past a problem with universities or institutions calling themselves universities that have not offered an education which would be recognized more widely in Europe according to European standards. Minister Hoxha has recognized this, and we have been happy to work with him. The British Council has arranged for the British Accreditation Council to come and do a review of the universities in the private sector here in Kosovo, and the test was quite rigorous, but it is open, of course, to all those institutions to bring themselves up to the necessary standard in order to be accepted and to continue to deliver education in Kosovo. And we also intend using the same assistance through the British Council and British accreditation expertise. We intend to look at the provision of English language teaching in Kosovo. This is also crucial for the future because English is the language of the internet, English is the language of business. There is a long way to go. I know that several years ago, before accreditation process started, it was kind of a free-for-all, we would say, sort of Wild West, where universities and institutions were springing up without really good guidelines. I think that the Ministry of Education and Dr. Hoxha, the Minister of Education, have made considerable steps forward in this area. It has been a lot of work, and we're happy to see that he's such an active minister, has such vision, and in working on the whole accreditation process, he has moved things forward by light years, I would say. The United States has brought in as specialist Dr. Stephen Crow a total of 4 times. He was a member and is a member of the Board of Accreditation, and he worked with the other members. He wasn't any more important than any of the others, but he gave his expertise in this area. And in May of this year, the board came up with a final its final report and recommended which institutions, which departments, which faculties should be accredited. And again, they made great progress in doing that. I would like to say that I think that there are a lot of challenges in higher education here, but I think that Kosovo is definitely moving forward. The university is trying to implement new programs, update its curriculum, and improve its infrastructure. And in our visits to the university, we see that definitely that's moving forward. Of course,
not at the same rate in each department. We helped to set up the accreditation agency. We supported all the evaluation of private universities and the institutes of University Pristina. The private universities all evaluated. This was finished last year. And University Pristina, all faculties will be evaluated by latest mid of next year. Then we have a status, what is European standard and where the institutes are here. To the agency itself, I would say Kosovo has now an accreditation agency which has international standard. So the people, they work here in Pristina, you can move them to France, to Austria, to Germany, they would have same standard. Në çështjen e ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë dhe shkencës, Ministria e Arsimit është aktive në zhvillimin e bashkëpunimit në arsim dhe hulumtim bazuar në parimet e partneriteteve afatgjate dhe marrëdhënieve institucionale me institucionet e tjera ndërkombëtare. Me qëllim të ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë, shkencës dhe teknologjisë në Kosovë, Ministria përkrah mobilitetin dhe inkurajon ngritjen e përvojave ndërkombëtare të studentëve, hulumtuesve dhe mësimdhënësve të Kosovës. Ne si Kosovë kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë me shumë qendra universitare. Me për një bashkëpunim të tillë, tash bëjmë përpjekje që ta rifokusojmë dhe ta ketë një dimension të ri. Republika e Kosovës është një shtet i ri, i pavarur, është edhe një vend i vogël, është edhe një vend në zhvillim. Prandaj për neve është shumë kyç që jo të kem partner me gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe me gjitha vendet të botës, se nuk kemi potenciale që ta konzumojmë një bashkëpunim të tillë. Me po shumë vendimtare që të kemi partneritete mirëfillt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Britaninë e Madhe, me Francën, me Gjermaninë, me Austrinë, me Italinë, me vendet e rajonit, veçanërisht me Shqipërinë dhe me vendet e tjera. Dhe sipas një koncepti që kemi në Ministrinë e Arsimit, Republika e Kosovës në fushën e arsimit do duhet të bashkëpunonte dikon me 12 deri 13 vende në botë, mirë po ky partneritet masandej të jetë i thellë, i detajshëm dhe të kemi institucione edhe të arsimit të lartë, edhe institucione parauniversitare, të cilat përmes koncepteve të vllazërimit të shkollave, përmes partneritetit të ngushtë të institucioneve të arsimit të lartë, do ta thellonin këtë bashkëpunim. Ka shumë bashkëpunim të mirë mes Universitetit Prishtinës dhe disa universitete evropiane. Ka shumë studentë nga Kosova që studiojnë këto universitete dhe ka edhe profesor perëndimor të cilët janë të kyçur në Universitetin Publik të Prishtinës, në kolegjet private. Dhe ne si ministri kemi një listë prej 400 të rish nga Kosova, të cilët kanë magjistruar dhe doktoruar në universitete private dhe një pjesë e madhe e tyre do të integrohen në vetë qeverinë e Kosovës, me që na ata i shohim si menaxher shtet ndërtues. We have a number of projects and programs. I can't mention them all, but I'd like to mention the biggest ones. First of all, supporting curriculum development at the universities to strengthen what departments offer to their students. And we do that in lots of ways, by sending faculty to the United States for training, by bringing in experts to work with them on their curriculum, and in other ways. That's one. Accreditation, we've already spoken about. That's another area we've worked on for several years now. A third area is in student advising to help students who want to go to the United States. We have the American Advising Center, which we support, and students can go there to get information on study abroad, not only in the United States, though that's the focus. We have programs that send high school students to America, programs that send college students to America, and ones that send professionals on short-term or longer-term exchanges. Fulbright program is one of the most well-known, and we have Fulbright scholars who go to the United States to teach, and Fulbright scholars who come here to teach at university in Kosovo. And also a new program, one which is sponsored directly by the Ministry of Education, by Kosovo,
is Fulbright Student Program, and Kosovo has set aside money for 2 students every year to go to the United States, and that program is now in its 2nd phase, and that's one that we're very proud to be working with the Ministry of Education in Kosovo on. A 5th area is bringing in speakers and specialists to work in all kinds of ways with universities. So those are the highlights. Those are the 6 areas where we're working in. We're proud to work in each case with the Ministry of Education to help meet the needs that Kosovo has in education. Accreditation of these institutions to meet European standards is a crucial piece of work. It's not easy, and in some cases it means expense and difficulty for the providers of the services. But I hope that they themselves will see that in the longer term, if they aspire to be an organisation which has real quality, that they need to put the necessary investment in, and then they, as well as the rest of Kosovo, will benefit. So the UK government strongly supports what the Minister of Education is doing in this area, in the realm of university education, in the realm of English language teaching, and we will continue to do so. So we made a special system which we called sandwich system. A professor here makes his PhD in Austria, has a professor, a mentor in Austria, and he must not be permanent in Austria. So he goes every 2-3 months for 1 week to Austria, and then he comes back, and in 3 years we hope that they can finish. So we have 15 in the research. We have 15 of these, I would say, junior professors in the program, and around 10 we support in addition. So when we are successful, we will have by 1 year between 25 and 30 new PhDs, new professors for the Kosovo. So this is also something very good. And the big thing is the twinning. We made partnership between Austrian faculty and faculty here in 3 fields. One is agriculture. Your faculty works with the Agricultural University in Vienna. One we made for political science, which is very important for the new state. And here the cooperation is with University Salzburg. And the 3rd field is wood processing, very important for the country. And we found a special university in Salzburg who deals with the same subject. Aktualisht është në përfundim faza e parë e implementimit të strategjisë së zhvillimit të arsimit të lartë 2005-2009. Në kohën kur është hartuar strategjia, arsimi i lartë ka nënkuptuar pothuajse vetëm Universitetin e Prishtinës, ndërsa tani skena arsimit të lartë në Republikën e Kosovës është shumë e pasur, duke marrë parasysh numrin e institucioneve private të arsimit të lartë. Ligji për partneritet publiko-privat është shumë kyç për neve, me që ja mundson universitetit që të funksionon si një ndërmarrje publike e pavarur, ku në partneritet të ngushtë me sektorin privat mund t'i blej shërbimet ose mund të ofroj shërbime për ekonomi të tregut. Realisht ligji për partneritet publiko-privat mund të ndryshoj edhe karakterin e disa fakulteteve. Radhë e parë është fjale për fakultet teknik, për fakultet bujqësisë, për shkencat matematikore natyrore, për ekonomik dhe juridik, ku gjitha këto fakultete do t'jenë gjendje që të ofrojnë shërbime për shtetin e Kosovës, për nevojat e qytetarëve të saj, dhe me atë të arrisin buxhetin vetanak, dhe ekziston mundësia që të themelohen institute, qendra të hulumtimit, programe të studimit të cilat mund të bartën edhe nga sektori privat, edhe nga sektori publik paralelisht. Ndërkohë me 9 tetor të vitit 2009, Qeveria e Republikës së Kosovës ka marrë vendim për themelimin e Universitetit Publik në Prizren dhe po ashtu pritet të themelohen edhe universitete tjera publike, si dhe institucione të reja të themeluara në kuadër të partneritetit publiko-privat. Ka qenë disa arsye kryesore të cilat qeverinë dhe mbështetjen kryesore të kryeministrit
na kanë shtyr që ta sjellim një vendim për themelimin e universitetit të dytë publik në Republikën e Kosovës. Arsyeja e parë ka qenë rritja e të rive në pjesëmarrje dhe në studimin në fushat e arsimit lartë, me që gjithëpërfshira në arsimin e lartë është e ulët në krahasim me vendet e rajonit. Ne synojmë që realisht në 2 vitet e ardhshme të kemi në Republikën e Kosovës rreth 7.000 deri në 80.000 student. Me themelimin e universitetit të dytë publik në Prizreni, qytetet përreth, mirë po edhe Shqipëria e Veriut dhe tërë Republika e Kosovës do të përfshihet në një zhvillim shumë të fuqishëm se sa është përfshirë deri më tash. Me 1 tetor të vitit 2010, ne planifikojmë si Ministri e Arsimit që të kemi 5.000 studentë të cilët do studiojnë në Fakultetin Ekonomik, në Fakultetin Juridik, në Fakultetin Filologjik, në Fakultetin e Edukimit, të Arteve, të Kulturës Fizike, të Bujqësisë dhe të IT-së, që pritet të jenë 7 deri në 9 fakultetet e para të këtij universiteti. Në kohën kur është hartuar strategjia arsimit të lartë, as arsimi i lartë profesional nuk ka zënë ndonjë vend me rëndësi, por tani më duket qartë se sektori i arsimit të lartë në Republikën e Kosovës do të jetë më divers dhe krahas arsimit të lartë universitar, do të kemi edhe arsim të lartë profesional. Risi tjetër në skenën e arsimit të lartë është edhe shkollimi i lartë profesional. Vendet e zhvilluara kanë këtë sektor shumë të zhvilluar, e kanë këtë sektor në të cilin kushtojnë një kujdes mjaft madh dhe është garancion për zhvillim ekonomik. Kjo për arsye të shumta, ndërsa arsye kyçe është përshtatshmëria këtyre programeve me nevojat e tregut të punës. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka hartuar rregullativen dhe tani më për herë të parë në Kosovë dhe në regjion kemi shkollat e larta profesionale, të cilat ofrojnë shkollim profesional të nivelit 4, 5 edhe 6, sipas kornizës evropiane të kualifikimeve dhe Ministria e Arsimit e inkurajon këtë sektor dhe i inkurajon edhe institucione tjera të arsimit lartë që të ofrojnë programe të tilla të studimit. Qëllimi jonë kryesor është që ta kem një sistem arsimor i cili në rrafshin afat shkurt reagon karshi nevojave edhe të ekonomisë dhe karshi nevojave individuale të njerëzve. Sot dikush mund paguhet mas miri në sektorin publik edhe veçanërisht në sektorin privat, nëse ai ose ajo është kualifikuar mas miri në procesin e avancimit të saj profesional, dhe po ashtu dikush mund të jetë më efikas në punë nëse ka përgatitje më të mirë profesionale dhe nëse ka pagesë shumë më të mirë. Bartës i rëndësishëm i aktiviteteve për ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë është Qendra për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Arsimin e Lartë, Shkencë dhe Teknologji. Kjo qendër e themeluar dhe funksionalizuar në vitin 2008 ka organizuar një varg aktivitetesh që përfshin asistencë profesionale dhe trajnime për programet evropiane. Kjo qendër, në bashkëpunim me zyrën e Tempusit në Kosovë, në vazhdimsi informojnë institucionet e arsimit të lartë për mundësinë e përfitimit nga programet e ndryshme ndërkombëtare si Tempus dhe Erasmus Mundus. Tani me kjo strukturë, kjo qendër është përgjegjëse për koordinimin e aktiviteteve rreth bashkëpunimit në kuadër të projekteve të caktuara ndërkombëtare, të cilat janë një atribut i vendeve të cilat janë të integruara në bashkëpunim regional dhe ndërkombëtar në arsim të lartë, shkencë dhe teknologji. Ndërkombëtarizimi nënkupton edhe hartimin e rregullativës e cila siguron që me një efikasitet të shtuar të bëhet njohja e diplomave, gjithsesi gradave të nivelit të arsimit të lartë prej në vendin tjetër. Mendoj se kjo është një parakusht shumë i rëndësishëm dhe që ju ka kushtuar vëmendje e veçantë në kuadër të reformave në arsimin e lartë. Vitin e kaluar me vendimin e ministrit Hoxhaj është themeluar qendra për njohje dhe informim akademik, e cila në ndërkohë ka bërë një punë të madhe në racionalizimin e procedurave, në shkurtimin e këtyre procedura dhe njohjen sipas konventës së Lisbonës.
Në këtë kuadër janë bërë numër i madh i njohjeve që ne jemi mësuar të identifikojmë si nostrifikime të diplomave të fituara në institucionet e arsimit të lartë jashtë vendit. Jo vetëm që është bërë njohja, por ajo ka siguruar që gradat e caktuara universitare, diplomat e caktuara të arsimit të lartë të jenë të referuara sipas kornizës evropiane të kualifikimeve. Pra, është arritur një efikasitet shumë i lartë që tregu kosovar edhe t'i absorboj shpejt, por edhe që t'i definoj sa ma me eficiencë programet e tyre të studimit, gjithsesi të shoh se sa ato janë në përputhshmëri me nevojat e tregut të punës në Republikën e Kosovës. Në ndërkohë janë futur të dhënat dhe ka filluar formimi i databazës për qendrën. Procedurat e njohjes dhe baraslerës janë shkurtuar. Similar thing we made for the acceptance of certificates. When students, young people study abroad and they come back to Kosovo, that this is accepted here. Also, an organization was set up in ministry for this. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, krahas bashkëpunimit ndërkombëtar, mbetet e përkushtuar gjithashtu në zhvillimin e bashkëpunimit rajonal si mundësi e mirë krahasuese me vendet tranzitore. Dhe në kuadër të kësaj, tani më ekziston bashkëpunimi institucional me Ministrinë e Arsimit të Republikës së Shqipërisë dhe atë të Maqedonisë. Ne kemi këmbim të kuotave për student me Maqedoninë dhe me Republikën e Shqipërisë. Do të thotë ne çdo vit ofrojmë vendet e caktuara studimit për studentët nga këto dy vende dhe po ashtu edhe këto vende rezervojnë vendet për studim për studentët tanë. Do të thotë kemi një këmbim të mirë edhe në nivel regional. Rëndësi shumë e veçantë është kushtuar edhe rezervimit e vendeve për studim për viset shqiptare jashtë Kosovës. Ne tani me kemi bërë një traditë ku kërkojmë nga institucionet të Luginës së Preshevës, pastaj edhe nga Malizi, nga viset shqiptare të Malizi, që çdo vit na tregojnë për numrin e kandidatëve të interesuar për regjistrim në Universitetin e Prishtinës dhe ata kanë vende të rezervuara. Do të thotë kanë mundësi që të përfshihen që të gjithë të interesuarit për të studiuar në Universitetin e Prishtinës. Do të thotë këtë vit e kemi aplikuar atë mënyrë. Ne po ashtu kemi ofruar vende për të gjithë kandidatët minoritarë që kanë kryer maturën, do të thotë kemi rezervuar vende po ashtu duke u bazuar në shifrat e cilat na janë ofruar gjithsesi nga informatat e cilat na janë ofruar nga përfaqësuesit e komuniteteve minoritare në Republikën e Kosovës. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka emëruar Këshillin Shtetëror për Arsimin e Lartë, i cili do të kujdeset për proceset e artimit dhe rishikimit të politikave, ligjeve dhe planeve strategjike të Ministrisë në fushën e arsimit të lartë. Ky këshill informon, rekomandon, këshillon dhe i propozon ministrit masat që duhet ndërmarrë mashtë dhe institucionet e arsimit të lartë në zhvillimin e reformave arsimore. It's principally been the private universities so far, but my understanding is the University of Pristina is also being examined to ensure that all its faculties meet the European standards. Because, of course, that is the premier university of the country, and people aspire to go there. The accreditation board is still meeting, it still exists, and it will continue to look at faculties and institutions in a new light if they've made progress, and then accredit them if they're ready. So I think we would all at the embassy salute Dr. Hojai for the work that he and his ministry have done, and we've been very happy to be part of it, small part of it. Në funksion të përkushtimit për gjithëpërfshirje dhe përmirësimin e kushteve të studimit për student, janë ulur pagesat e studentëve dhe është hequr kategoria e studentëve me vetëfinancim. Janë rritur kapacitetet e akomodimit të studentëve në qendrën e studentëve. Ka filluar ndërtimi një objekti të ri të fakultetit të edukimit, si dhe janë ndarë mjetet për ndërtimin e 2 fakulteteve tjera.
E gjithë kjo është në përputhje me strategjinë për zhvillimin e arsimit të lartë dhe me aspiratën për gjithëpërfshirje dhe për kushte më të mira për studim që janë para kushte për integrim dhe barazvlerë në skenën e arsimit të lartë në region dhe më gjerë. Edhe për zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë kërkohet një planifikim më i hollësishëm me qëllim që strategjia e saj të jetë sa më e zbatueshme në funksion të zhvillimit ekonomik e shoqëror të vendit tonë. So you see, all in all, I'm very positive about that development, and otherwise I would not be here after 3 years. And a young country has more chances than an established country, because here a new law is developed. You can check which countries are doing which things good, which things bad, and then you can do the best. And this is the chance Kosovo has at the moment, and the chance which really is taken, I can see in several fields. Ideja kryesore është që ky bashkëpunim masaneti shërbej shëndërtimit të Kosovës, me që dija, shkasitë e tyre dhe përvoja mund të hynë shumë punë secilës ministri dhe secilin nivel të pushtetit për zhvillimin e tyre. Pas një debati përmbajtësor në të gjitha instancat e shqyrtimit, pritet që ligji për arsimin e lartë në Kosovë të paraqitet para deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, të cilët do të thonë fjalën kryesore dhe të marrin vendim për miratimin dhe zbatimin e tij në praktik. Efektet e jetësimit të këtij ligji do të shihen gjatë periudhës së ardhshme, kur Kosova pritet të integrohet në strukturat e Bashkimit Evropian.